Në mesin e shumë lojtarëve shqiptar të talentuar dhe me premisa për një karrierë të madhe në të ardhmen, është edhe Maldin Kacuri. Në fundin e vitit 2024, 18 vjeçari debutoi me ekipin e parë të Arsenalit. Arteta e grumbulloi në shumë takime për të pasur në stol shqiptarin dhe për ta përdorur në çdo rast emergjence. Dhe shembulli që dha Maldin Kacuri ishte thjesht i jashtëzakonshëm. Pak ditë pasi kishte bërë debutimin me Arsenalin e Artetës, Alban Bushi e thiri këtë lojtar për të qenë pjesë e Shqipërisë U21 kundër Armenisë U21, një ndeshje krejtësisht e parëndësishme, miqësore dhe mbi të gjitha me shpresat. Me të gjithë modestin, lojtari mbërriti në Shqipëri dhe luajti në një ndeshje as pak joshtëse, sidomos kur vinte nga një ndeshje e luajtur me Arsenalin. Por problemi i madh i lojtarëve shqiptar është vetëm menaxhimi. Këtu nevojmë seriozisht. Dhe për këtë arsye, futbollistët tanë nuk kanë mbërritur asnjëherë në nivelin tjetër, pasi njerëzit që i përfaqësojnë dhe i rrethojnë i japin gjithmonë ide të gabuara dhe kërkojnë vetëm përfitimet e tyre personale, duke mos i nxjerrë maksimumin lojtarit dhe klientit të tyre. Kur priti vazhdimësia e Maldin Kacurit të Arsenali, në merkaton e janarit mbërriti shpejt zyrtarizimi se ky futbollist do të kalonte te Bromley në huazim. Kjo skuadër bën pjesë në nivelin e 4 të futbollit anglez. Për te ides për të pasur sa më shumë minuta në këmbë, dërgimi i Kacurit në një nivel të tillë nuk ishte zgjidhja më e mirë e mundshme, kur mund të merrte eksperiencë edhe në Championship, nivelin e 2 të futbollit anglez, dhe nuk ishte se përse të shkonde në nivelin e 4 të futbollit anglez. Por te Bromley ka ndodhur një histori shumë e pazakontë dhe misterioze. Kacuri debutoi më një herë që në ditët e para të transferimit të tij, duke luajtur për 78 minuta në ndeshjen Salford-Bromley. Një ndeshje relativisht e mirë e Maldin Kacurit, por që prej asaj kohe, mbrojtësi shqiptar nuk ka shkelur me as në fush dhe as në stol. Kjo e bën rastin disim më të pakuptueshëm, pasi Kacuri nuk ka qenë as në stol me ekipin e Bromley. Për momentin, klubi anglez nuk ka nxjerrë ende një njoftim që tregon një problem shëndetësor apo dëmtimin e Kacurit, mes një kaos informacioni nëse është një dëmtim apo vendim teknik i trajnerit për ta përjashtuar 6 ndeshje radhazi Kacurin, mungesa e transparencës në një klub që ndodhet në ligën e 4 të futbollit anglez tregon edhe një herë tjetër gabimin e lojtarëve shqiptar.